Për herë të parë në Devol vjen promovimi i një libri shkencor me titull Teknika të zgjidhjes së problemave matematike, nga autori i ri Hysen Doko, mësues matematike prej disa vitesh në Devol. Aktiviteti mblodhi së bashku nxënës, student, mësues, pedagog dhe të ftuar të shumt, të cilën ndanë interesin dhe vlerësimin për këtë botim të veçantë. Gjatë fjalës së tij, autori u shpreh se libri synon të ndihmojë nxënësit dhe studentët të kuptojnë më qartë mënyrat praktike të zgjidhjes së problemeve matematike, duke i afruar ata më shumë me logjikën dhe arsyetimin shkencor. Ai theksoi rëndësinë e të menduarit kritik dhe të ushtrimit të vazhdueshëm në përvetësimin e matematikës. Nxënës dhe student dan përvojat e tyre me autorin si mësues, ndërsa kolegët dhe pedagogët evidentuan profesionalizmin dhe pasionin e tij për mësimdhënien. Libri që sot promovojmë është një kontribut i prej 4 vitesh, i cili sjell tek lexuesi disa teknika dhe strategji të cilat e ndihmojnë mësuesin dhe nxënësin në mënyrën se si ai duhet të qaset zgjidhjes së ushtrimet të matematikës. Mendoj se kam dhënë disa teknika dhe strategji të cilat e parafrojnë lexuesin edhe në ushtrimet apo në qasjet që kanë kompeticione ndërkombëtare, siç janë olimpiadat e ndryshme ndërkombëtare apo testet ndërkombëtare si PISA, PIRLS e kështu me radhë, për të dalë fitues në këto lloj kompeticionesh. Aktiviteti u mbyll me diskutime të hapura, duke lënë pas një mesazh të qartë mbi rëndësinë e dijes dhe të përpjekjes së vazhdueshme në edukim.